Gjykata e Tiranës ka dënuar me 24 vite burg Ilir Beqarajin, si një nga autorët e vrasjes së Gentian Betjes, ish efektiv i policisë së Buzheve, i dyshuar për lidhje me krimin. Ai u vra me 15 mars 2024 në oborrin e banesës së tij në Larush të fushkryes. Sipas dosjes hetimore, anëtarët e skuadrës së ekzekutimit kanë hyrë brenda oborrit të shtëpisë dhe qelluan disa herë me armëzjarri shënjestrën e tyre për pasojë të plumbave që morin në trup. 48 vjeçari Gentian Betja ndroi jetë me një herë pak minuta pas ngjarjes në një rrugë dytësore në fshatin Hasan Fushkruj. Është konstatuar duke u djegur një automjet tip Land Rover, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët në vendngjarje. Nga provat administruara rezulton se Ilir Beqaraj në kohë të ndryshme përpara kësaj ngjarje me mjetin e tij ka qenë në afërsi të vendit ku ndodhet banesa e Betjes. Kjo provohet nga kqyra e GPS-it të automjetit, të cilët e kanë marrë me qera. Vrasja sipas të dhënave dyshohet se lidhet me disa krime të ndodhura në Durrës, Tiranë dhe Fushkruj, për të cilën ish punojës i policisë së Buzheve besohet se ka pasur dieni apo ka qenë pjesë e tyre. Gentian Betja ka qenë disa herë shënjestër i atentateve para sulmit që i mori jetën, ndërsa në një përpjekje për ta eliminuar pranë banesës së tij me 4 korrik 2023, viktimë mbeti Kunati.